Një task force e përbashkët e përbërë nga përfaqësues të Agjencisë Kombëtare të Bregdetit, Bashkisë Pogradec dhe Policisë së Shtetit zhvilloi këtë të premte një inspektim përgjatë vijës breg liçenore të Pogradecit për të monitoruar zbatimin e lejeve të stacioneve të plazhit si dhe respektimin e sipërfaqeve të përcaktuara si plazhe publike. Drejtori i Agjencisë Kombëtare të Bregdetit, Shpëtim Çiku, deklaroi se gjatë kontrolleve nuk janë konstatuar problematika apo shkelje. Deri tani nuk kemi konstatuar asnjë shkelje, plazhet sidomos plazhet publike janë të gjitha të lira, si nga ana edhe nga ana që janë të lira, por janë edhe të pastra dhe ofron Bashkia Pogradec ofron dhe pjesën e sigurisë. Është e gjitha e markuar me bova, që është një nga treguesit shumë të mirë për pjesën e sigurisë. Këtë sezon, mbi 60% e sipërfaqes breg liçenore është në funksion të plazheve publike, ndërsa 40% është e destinuar për stacionet private të plazhit. Kjo mund të thellohet akoma më tepër në varësi të në krah të publikut, pasi shpejt do marrim konfirmimin e kontratave që nuk janë lidhur, që nuk kanë përfituar subjekte dhe ato automatikisht kalojnë publike. Jemi përpjekur të paktën 7 plazhe publike që kemi në qytet, t'i ofrojmë shërbimin më të mirë të mundshëm. Çadrat këtu në Pogradec qytetarët i kanë falas, pa pagesë. Përveç verifikimit të stacioneve të plazhit, gjatë inspektimit u kontrollua edhe zbatimi i masave të sigurisë, përfshirë praninë e vrojtuesve të plazhit, vendosjen e sinjalistikës detare, bovave për kufizimin e mjeteve lundruese, si dhe shënimin e zonave të thellësisë me qëllim garantimin e sigurisë së pushuesve gjatë sezonit veror.